befasojeni se si ndikon kafeja te sistemi nervor brenda 15 minutash. Kafeja është një nga stimuluesit më të përdorur në botë. Kafeja shpalos vlerat e saj 15 deri në 20 minuta pasi futet në organizëm. Sipas të dhënave të Healthline, efektet e saj zgjasin nga 8 deri në 14 orë në varësi të gjinisë, peshës, moshës dhe sasisë së konsumimit. Sipas ekspertëve, një sasi prej 250 mg kafe në ditë përmirëson përqendrimin, largon stresin, ul rrezikun e problemeve të ndryshme. Por kafeina ka një ndikim të fortë në sistemin nervor qendror. Kafeina imiton një transmetues nervor që prodhohet gjatë ditës. Ai vepron kundër përgatitjes së organizmit për të fjetur. Nëse e pini kafen përpara se të shkoni për të fjetur, atëherë ajo do të ndikojë negativisht edhe në cilësinë tuaj të gjumit. Vëmendje. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme.